Dolce shprehet me një ton serioz dhe i qartë banorëve të tjerë, duke treguar ndjenjat e saj. Unë nuk dua të kthehem më në Big Brother Kosova. Ndihem që tani e lirë dhe nuk dua të rikthehem në atë rutinë dhe tensionin që ka aty. Ajo vazhdon duke sqaruar arsyet e saj, ndërkohë që jam në Grande Fratello, ndihem e vlerësuar dhe më e lirë. Dua të shijoj këtë eksperiencë dhe të qëndroj atje sa më shumë të jetë e mundur. Nuk është se kam diçka kundër këtu, por thjesht ndihem më e lumtur dhe më rehat në ambientin italian. Banorët e tjerë e dëgjojnë me vëmendje, disa e kuptojnë ndjenjen e saj dhe disa duket se janë pak të habitur nga vendimi i papritur i Dolces. Ajo përfundon me një ton vendimtar, kjo është vendimi im dhe dua që ta respektojnë. Në Grande Fratello ndihem si vetja ime dhe nuk dua të humbas këtë mundësi për të rritur dhe për të shijuar çdo moment. Atmosfera në shtëpi bëhet e tensionuar, pasi deklarata e Dolces ngre pyetje të reja mes banorëve për strategjinë dhe ndjenjat e saj, duke lënë të kuptohet se zgjedhja e saj mund të ndikojë shumë në dinamikat e brendshme të shtëpisë. Edi bën gati valixhet me një shpejtësi të dukshme, duke i hedhur në to rrobat dhe sendet personale një nga një. Ai duket i menduar dhe i shqetësuar ndërkohë që fliste me veten dhe me disa banorë të tjerë. Nëse Dolce nuk do të jetë këtu, edhe unë nuk kam arsye të qëndroj. Nuk kam më kuptim për mua. Kjo shtëpi nuk është e njëjtë patë, thot ai me një ton serioz dhe të vendosur. Banorët që ndodhen afër e shikojnë me habi, disa duke menduar se mund të jetë një lojë strategjie, ndërsa të tjerët kuptojnë se Edi është i vërtetë dhe se ndjenjat e tij për Dolcen janë të forta. Ai vazhdon, dua të qëndroj këtu vetëm me njerëzit që kam lidhje. Dhe Dolce është një prej tyre. Patë, nuk ndihem mirë, nuk ka kuptim të përpiqem më shumë. Edi hedh një shikim të gjatë drejt derës dhe duket se po e shqyrton seriozisht mundësinë e largimit. Ai merr frym thellë, e mbështet dorën mbi valixhe dhe thot me vendosmëri, ky është vendimi im për tani. Nëse Dolce nuk do të jetë këtu, edhe unë largohen. Nuk mund të qëndroj në një shtëpi ku nuk ndihem i lidhur me askën. Banorët e tjerë shkëmbejnë shikime të shqetësuara ndërsa atmosfera tensionohet. Të gjithë kuptojnë se ndarja e Dolces mund të sjellë një ndryshim të madh në dinamikën e shtëpisë dhe se Edi mund të jetë gati për një largim të papritur. Duke lënë pas surprizë dhe Dolce përgatitet të largohet nga shtëpia dhe atmosfera bëhet e rëndë sapo ajo del në korridorin kryesor me valixhen në dorë. Të gjithë banorët mblidhen për t'i dhënë lamtumirën, por Dolce mezi arrin të mbaj veten. Sytë e saj janë të skuqur dhe të mbushur me lotë që prej mëngjesit, pasi e di që ky largim është i papritur dhe shumë emocional. Kur porta hapet dhe dritat fokusohen tek ajo, Dolce shpërthen në lotë. Ajo nuk arrin t'i fshehë emocionet e forta dhe nis të qajë ndërsa largohet ngadalë, duke kthyer kokën disa herë për të parë shtëpinë ku kishte kaluar kaq shumë momente. Ajo ndihet e mërzitur, e pasigurt dhe e mbingarkuar nga ideja se tani duhet të shkojë në Grande Fratello Italia. Një eksperiencë e re që e emocionon, por edhe e frikson pak. Nga mbrapa, Edi qëndron i ngrirë, me duart në xhepa dhe fytyrën e mbushur me tension. Ai përpiqet të duket i fortë, por kur e sheh Dolcen duke ecur drejt daljes duke qarë, sytë e tij fillojnë të lotojnë. Ai i kthen fytyrën kamerës për një moment, pastaj poshtë, duke u munduar të mos shpërthejë. Emocionet e tij janë të qarta, ai nuk po e përballon dot ndarjen. Disa banorë i vendosin dorën në shpatull për ta qetësuar, por Edi duket i humbur në mendimet e tij. Ai shikon drejt derës që mbyllet pas Dolces dhe nuk arrin t'i mbaj lotët, duke treguar se kjo largim e ka goditur shumë më fort se sa kishte menduar. Shtëpia bie në heshtje për disa sekonda, teksa të gjithë marrin frym thellë. Ndërkohë, Dolce po udhëton drejt një aventure të re në Itali, ndërsa brenda shtëpisë ndihet boshllëku që ajo la pas. Dolce largohet nga shtëpia dhe niset drejt Grande Fratello Italia, dhe që në momentet e para të përgatitjes për dalje, shihet se ajo është thellësisht e tronditur. Ajo ecën ngadalë drejt derës, me sytë e skuqur dhe të mbushur me lotë, ndërsa përpiqet të mbaj veten, por emocionet e tradhtojnë. Kur dëgjohet zëri i produksionit që e thërret përfundimisht, Dolce nuk arrin më të frenojë asgjë. Ajo shpërthen në lot duke i thënë banorëve se do t'i mungojnë dhe se nuk e ka menduar kur vërtet se ky moment do vinte kaq shpejt. Banorët mblidhen rreth saj, disa e përqafojnë, disa thjesht e shikojnë të mërzitur, ndërsa ambienti i shtëpisë bëhet i rënd dhe i heshtur.
Ajo shikon edhe një herë mbrapa, sikur po përpiqet të ruajë çdo detaj të shtëpisë, pastaj hap derën dhe largohet. Ndërkohë, Edi, i cili e ka ndjekur çdo hap të saj nga ana tjetër e dhomës, nuk mund ta fshehë sa shumë e prek kjo situatë. Ai qëndron i ngrirë për pak qaste, pastaj ul kokën dhe e mbulon fytyrën me duar. Lotët i rrëshqasin ngadalë, edhe pse ai përpiqet t'i fshijë menjëherë. Banorët vërejnë se sa shumë është prekur ai, por ai nuk dëshiron të flasë, thjesht duket i zgënjur, i boshatisur dhe i trishtuar nga ikja e saj. Në fund, atmosfera në shtëpi mbetet tepër e rënduar. Banorët komentojnë nëpër vete se Edi po e përjeton shumë fort largimin e Dolces. Dhe se ndoshta kjo tregon edhe më shumë se sa i rëndësishëm ka qenë ky raport për të. Eliona ulet pranë banorëve në obor, duke mbajtur një filxhan çaji në duar. Ajo duke je menduar, me sytë poshtë, sikur diçka po i rëndonte prej kohësh. Banorët e vunë re që ajo ishte më e heshtur se zakonisht dhe e pyetën nëse ishte mirë. Pas pak sekondash hezitimi, Eliona vendosi të hapet. Ajo nisi të fliste me një zë të ulët, por të sinqert, duke thënë se prej një kohe të gjatë nuk kishte më besim tek dashuria. Unë s'besoj më, tha ajo, duke parë drejt tokës. E kam pësuar një herë shumë keq. Dhe që nga ai moment, për mua dashuria është bërë një gjë që nuk ekziston më. Banorët e dëgjonin me vëmendje, pa e ndërprerë, ndërsa Eliona vazhdoi të tregojë se sa e ka lënduar dikur një marrëdhënie që ajo kishte menduar se do zgjaste. Ajo rrëfeu se kishte dhënë shumë, më shumë se ç'duhej, dhe në fund kishte mbetur vetëm me shgënjim. Kur ke besuar shumë te dikush dhe pastaj çdo gjë të kthehet mbrapsht, është si të shkelet zemra nën këmbë, tha ajo, duke pshërtirë. Që atëherë, sa herë që dikush më afrohet ose më tregon pëlqim, unë tërhiqem. Nuk dua të lëndohem përsëri. Një prej banorëve i tha se ajo ende është e re dhe që jeta sjell surpriza, por Eliona tunte kokën, sikur nuk donte të dëgjonte më asgjë rreth dashurisë. Jo, vërtet nuk besoj. Për mua dashuria është bërë thjesht një fjalë. Unë nuk jam më ajo vajza që mendonte se të gjitha përfundonin me një fund të lumtur. Disa banorë u munduan ta ngushëllonin, duke i thënë se e kuptojnë pse ndihet ashtu dhe se ndoshta me kohën ajo mund të ndryshojë mendim, por Eliona duke je bindur në ndjenjat e saj. Ajo tha se për momentin dëshiron të fokusohet tek vetja dhe të mos ketë më pritshmëri që mund ta lëndojnë sërish. Atmosfera u bë më e qetë dhe banorët e respektuan hapjen e saj, duke e parë Elionën me më shumë mirëkuptim, teksa ajo mbylli bisedën duke thënë, ndoshta dikur, shumë më vonë. Por tani për tani, për mua dashuria thjesht nuk ekziston. Alba u ul në mes të dhomës së ndenjes, ndërsa disa nga banorët po bisedonin mes tyre. Ajo duke je shqetësuar, sikur kishte diçka të rëndësishme për të thënë. Pas disa sekondash heshtje, ajo më në fund mori frym thellë dhe deklaroi, unë dua t'ju tregoj diçka për veten time. Unë jam shtatzën. Fjalët e saj ranë si një bombë në dhomë. Banorët u kthyen menjëherë nga ajo, të habitur, disa të hutuar, të tjerë të shqetësuar. Reagimet ishin të ndryshme, disa i afroheshin për ta mbështetur, të tjerë nuk dinin si të reagonin. Alba vazhdoi të fliste, duke u përpjekur të shpjegonte situatën e saj, unë nuk jam e sigurt se kush është baba i fëmijës. Në jetën time të kaluar kam kaluar një periudhë shumë të ngatëruar, dhe tani kjo situatë më ka tronditur edhe mua. Disa banorë u pan mes tyre me sy të mëdhenj nga surpriza. Të tjerë u përpoqen të tregoheshin më të kujdesshëm dhe më mbështetës, duke e pyetur nëse ajo ishte mirë, nëse kishte nevojë për ndihmë ose nëse ndihej e sigurt ta ndante këtë gjë me ta. Duke folur me një zë paksa të dridhur, Alba shtoi, kam vendosur ta ndaj këtë me ju sepse po më rëndon shumë. Nuk dua të mbaj më asgjë brenda. Nuk e di çfarë do ndodh, por e di që dua të jem e sinqertë. Atmosfera në shtëpi ndryshoi menjëherë. Disa banorë u prekën nga rrëfimi i saj. Duke e parë Albën me më shumë dëmshuri dhe duke e kuptuar se ajo po përjetonte një moment shumë të vështirë, në atë moment, heshtja që mbuloi dhomën ishte e mbushur me emocione, habi, shqetësim dhe pak tronditje, teksa të gjithë po përpiqeshin të përpunonin atë që sapo dëgjuan dhe të kuptonin se si duhej ta mbështesnin Albën në atë situatë të ndërlikuar. Benita debaton me Albën që herët në mëngjes, sapo banorët nuk kishin mbaruar ende kafen e parë. Me fytyrën e tensionuar dhe duart që i dridheshin nga nervat, Benita i afrohet Albës dhe i thot me një ton të ashpër, Alba, pse më ke prekur sendet personale?
Pse më ke hapur çantën pa leje? Nuk ke pse të futesh te gjërat e mia, nuk je askush të më kontrollosh. Alba, e befasuar nga shpërthimi i Benitës, ngre vetullat dhe përpiqet të mbajë qetësinë, por nuk i del plotësisht. Unë s'të kam prekur asgjë, përgjigjet ajo, duke u justifikuar. Thjesht po kërkoja diçka timen dhe ndoshta e kam lëvizur pa dashje. Mos e bëj kaq të madhe. Por Benita, që dukej qartë se i kishte ndodhur diçka që e kishte prekur shumë, nuk e pranon këtë sqarim. Ajo e tund kokën me nervozizëm dhe i përgjigjet me zë më të lartë, jo. Ti e di shumë mirë çfarë ke bërë. Kam gjetur gjërat e mia të çara, të shtyra, të hedhura anash. Këto nuk janë pa dashje. Këto janë qëllimisht. Banorët e tjerë fillojnë të hedhin syt nga të dyja, duke e kuptuar se situata po nxehej më shumë se sa prisnin. Disa përpiqen të afrohen ngadalë, duke shpresuar që debati të mos përshkallëzohet. Alba, tashmë më e acaruar, i kthen Benitës, mos më akuzo kot. Në vend që të pyesësh qetë, vjen e mbush shtëpinë me ulërima. Nuk jam unë problemi yt. Por pikërisht këtu, Benita shpërthen edhe më shumë. Zemërimi i saj deli gjitha në sipërfaqe, dhe ajo nuk e frenon më veten, jam lodhur. Çdo ditë dikush më prek gjërat. Çdo ditë dikush më acaron. Nuk e pranoj më këtë. Respekto sendet e mia ose mos më fol fare. Atmosfera mbushet me tension dhe është e qartë për të gjithë se Benita këtë herë është me të vërtetë shumë e acaruar dhe nuk e ka ndërmend të tërhiqet lehtësisht. Benita dhe Shkurta nisin një debat të fortë me Albën sapo zbulojnë se disa nga sendet e tyre personale janë zhdukur ose janë zhvendosur nga vendi. Të dyja, tashmë të acaruar, shkojnë drejt Albës, e cila po rrinte e ulur në divan me një pamje sikur nuk dinte asgjë. Benita, e para që hap gojen, i thot me ton të lartë, Alba, pse na i ke prekur sendet? Unë gjeta çantën time të hapur dhe disa gjëra të lëvizura. Kjo nuk është normale. Shkurta, që po shitë situatën me nerva të tendosura, e mbështet Benitën menjëherë, edhe unë kam gjetur gjëra të mia jashtë vendit. Ti ke qenë e vetmja që ke hyrë në dhomë atë moment. Ma thuaj drejt, pse i futet duart të gjërat tona? Alba ngrit kokën, e habitur dhe e mërzitur që po e akuzonin të dyja njëkohësisht. Asgjë s'kam bërë. Përgjigjet ajo, nuk ju kam prekur sendet, pse po më sulmoni kështu? Po bëni dram kot. Benita tund kokën e zhgënjur dhe afrohet më shumë, dram e quan kur dikush prek gjërat e tua. Po ti e di shumë mirë që kjo është mungesë respekti. Nuk kemi pse të përballemi me këtë çdo ditë. Shkurta vazhdon edhe më fort, s'kemi ardhur këtu të na lëviz dikush sendet. E kemi parë të gjithë që je nervoze këto ditë dhe s'duhet të shkarkosh nervat të sendet tona. Boll, Alba, se u teprua. Alba fillon të mbrohet, por sa më shumë flet, aq më shumë Benita dhe Shkurta nxehen. Alba thot, po ju thash, s'kam bërë gjë. Pse duhet të shpikin? Keni gjetur fajtorin më të lehtë. Por Benita, tashmë shumë e irrituar, i kthehet, ne s'po shpikim asgjë. Faktet flasin vetë. Dhe mos na bëj sikur nuk e di çfarë ka ndodhur. Banorët e tjerë fillojnë të shikojnë debatin nga larg, duke e kuptuar se situata po përshkallëzohej. Ndërkohë, Shkurta i jep fund bisedës me një frazë të prerë, ne duam qartësi dhe respekt. Kjo s'është shumë për të kërkuar. Po s'u ndreq kjo sjellje, debati s'do mbaroj këtu. Alba mbetet e hutuar dhe e zemëruar, ndërsa tensioni në shtëpi rritet edhe më shumë, duke lënë të gjithë në pritje të reagimin. Benita debaton me Albën që herët në mëngjes, sapo banorët nuk kishin mbaruar ende kafen e parë. Me fytyrën e tensionuar dhe duart që i dridheshin nga nervat, Benita i afrohet Albës dhe i thot me një ton të ashpër, Alba, pse më ke prekur sendet personale? Pse më ke hapur çantën pa leje? Nuk ke pse të futesh te gjërat e mia, nuk je askush të më kontrollosh. Alba, e befasuar nga shpërthimi i Benitës, ngre vetullat dhe përpiqet të mbajë qetësinë, por nuk i del plotësisht. Unë s'të kam prekur asgjë, përgjigjet ajo, duke u justifikuar. Thjesht po kërkoja diçka timen dhe ndoshta e kam lëvizur pa dashje. Mos e bëj kaq të madhe. Por Benita,
që duke i qartë se i kishte ndodhur diçka që e kishte prekur shumë, nuk e pranon këtë sqarim. Ajo e tund kokën me nervozizëm dhe i përgjigjet me zë më të lartë, jo. Ti e di shumë mirë çfarë ke bërë. Kam gjetur gjërat e mia të çara, të shtyra, të hedhura anash. Këto nuk janë pa dashje. Këto janë qëllimisht. Banorët e tjerë fillojnë të hedhin syt nga të dyja, duke e kuptuar se situata po nxehej më shumë se sa prisnin. Disa përpiqen të afrohen ngadalë, duke shpresuar që debati të mos përshkallëzohet. Alba, tashmë më e acaruar, i kthen Benitës, mos më akuzo koll. Në vend që të pyesësh qetë, vjen e mbush shtëpinë me ulërima. Nuk jam unë problemi yt. Por pikërisht këtu, Benita shpërthen edhe më shumë. Zemërimi i saj deli gjitha në sipërfaqe, dhe ajo nuk e frenon më veten, jam lodhur. Çdo ditë dikush më prek gjërat. Çdo ditë dikush më acaron. Nuk e pranoj më këtë. Respekto sendet e mia ose mos më fol fare. Atmosfera mbushet me tension dhe është e qartë për të gjithë se Benita këtë herë është me të vërtetë shumë e acaruar dhe nuk e ka ndërmend të tërhiqet lehtësisht. Bia debaton me Elionën pas një diskutimi që fillimisht kishte nisur për një gjë fare të vogël, por që gradualisht u shndërrua në një debat më të ashpër. Me një ton të irrituar, Bia i drejtohet Elionës dhe i thot hapur se sipas saj, Eliona po sillet keq me banorët e tjerë dhe se kjo sjellje po e lodh gjithë shtëpinë. Ti po sillesh si vajzë e keqe këto ditë, thot Bia, duke tundur kokën e duke u afruar më pranë. Dhe po, unë e them troq, je shumë xheloze. Çfarëdo që ndodh këtu, ti e merr personale. Eliona përpiqet të mbrohet dhe t'i shpjegoj se nuk është ashtu si po e përshkruan Bia, por Bia vazhdon, e nervozuar nga situata. Ti je akoma fëmijë në mënyrën si reagon, shton ajo me një ton të prerë. Në vend që të bisedosh qetë dhe të sqarosh gjërat, ti nxehesh, qan dhe mendon se të gjithë janë kundër teje. Ndërkohë, disa banorë të tjerë i shikojnë nga larg, duke u përpjekur të kuptojnë si nisi gjithçka. Eliona fillon të nervozohet nga akuzat e Bies dhe i thot që ajo po e egzageron dhe se nuk ka asnjë arsye ta sulmojë në atë mënyrë. Por Bia e vazhdon diskutimin pa u tërhequr, sikur e ka pritur prej ditësh të shpërthej. Unë thjesht po të them të vërtetën që nuk ta thon të tjerët, vazhdon Bia, sepse ata ndoshta nuk duan të mërzisnin. Por unë nuk do të rria më e heshtur. Tensioni rritet ndërsa të dyja përpiqen të mbrojnë pikpamjet e tyre, duke e kthyer bisedën në një përplasje të plot mendimesh dhe ndjenjash. Eliona debaton me Bian dhe Dolçen pas një bisede të tensionuar në obor, ku ajo shfaqet e habitur dhe e lënduar nga ato që ka dëgjuar. Ajo u qëndron përballë të dyjave me një ton të ngrohtë, por të mbushur me zhgënjim, duke u thënë se asnjëherë nuk e kishte imagjinuar që pikërisht ato do flisnin pas shpine për të. Unë nuk i prita ato fjalë prej jush, thot Eliona, duke u kthyer herë nga Bia e herë nga Dolçe, sidomos nga ju të dyja që mendova se më kuptonit dhe se ishit afër meje. Bia mundohet ta ndërpres, por Eliona vazhdon, duke mos dashur t'i lërë gjërat pezull. Ajo shpjegon se mënyra si ato kanë folur për të është dukur si një sulm i padrejtë. Sikur të kishin krijuar një ide të keqe për të pa ia thënë asnjëherë në sy. Eliona thekson se ajo gjithmonë ka qenë e hapur me ndjenjat e saj, por tani ndjehet si e tradhtuar. Ju e pas keni diskutuar gjithçka mas shpine, shton ajo me një ton të thyer. Në vend që të vini e të më thoni çfarë ju ka shqetësuar, ju keni zgjedhur të flisni me njëra tjetrën, duke më bërë mua të dukem si njeriu i keq. Dolçe mundohet të arsyetohet dhe t'i thotë se nuk ka pasur qëllim të keq, por Eliona e ndalon duke i thënë se fjalët e thëna kanë lënë gjurmë dhe se nuk është kaq e thjesht t'i harrojë. Atmosfera tensionohet edhe më shumë ndërsa Bia ngres zërin paksa dhe përpiqet të shpjegojë versionin e saj. Por Eliona i pret shkurt duke i bërë të qartë se ajo thjesht kërkon sinqeritet dhe jo biseda të fshehta. Në fund, Eliona largohet pak e nervozuar, por edhe e trishtuar, duke i lënë Bian dhe Dolçen të habitura dhe të menduara mbi atë që ndodhi.